ku do të votohej komplet pakoja e marrëveshjeve ndërkombëtare. Kam një 30 sekunda se çka thot në emision zoti Bajrami se a është seanca antikushtetuese apo jo për buxhetin në rast se nuk kemi qeveri. Desha ta lëshoj me video sepse do të thuajnë që me citu nuk bën, se nuk është e vërtet. Ja se çka thot profesor Bajrami për këtë seancë. Atëherë SPAK-u do të marrë një mbledhje e Kuvendit Kosovës, ku do të votohej komplet pakoja e marrëveshjeve ndërkombëtare, do të deblokohej Kosova në sa i përket integrimit evropian dhe do të gjinde një zgjidhje buxhetare. Përfshirë këtu edhe gjendjen e punëtorëve të radio televizionit publik apo radio televizionit të Kosovës. Por po e shihni se kemi një apati politike dhe s'po kemi asnjë reflektim të përgjegjësisë që parlamenti pas nesër do të shpërndahet, nëse s'kemi qeveri, po të ketë një vullnet politik, nesër do të mundet të marrin dy seanca. Seanca parë kur konstatohet se ka dështuar zgjedhja e qeverisë dhe pastaj të lejohet të marrë një seancë ndoshta në mbrëmje, grupet parlamentare të takohen dhe të gjejnë modalitetet ligjore dhe Çka po du me thonë është që i kemi pra dy deklarata, një profesor, një hartuesi kushtetutës i cili thot nuk është asgjë antikushtetuese dhe ju kisha lut edhe opozitës të cilën e ceku edhe më herët zoti Murati që nga zyret e Kuvendit të Republikës Kosovës të vinë e të votojnë buxhetin dhe mos të lënë Prishtinën në kollaps, zgjilanin radio televizionin e Kosovës dhe institucione tjera zurën potokun dhe